Alfred Shkurti, njohur si Aldo Bare, kreu i bandës së Lushnjës, u arrestua në Stamboll të Turqisë më 25 mars të vitit 2006. Banda e Lushnjës u organizua nga Alfred Shkurti, një ish polic me njëherë pas vrasjes së vëllait të tij Ramadan Shkurti, më korrik 1997 nga Artur Daja, një tjetër i fortë i qytetit të Lushnjës. I mbështetur te shokët e të vllait, Alfred Shkurti tenton disa herë të eliminojë vrasësin e të vllait, fillimisht pa sukses. Gjatë muajve maj, korrik dhe gusht 1998, banda Alfred Shkurtit eliminon 3 njerëz të afërt të Artur Dajës, mes të cilëve nënkryetarin e bashkisë dhe një punonjës të shërbimit informativ shtetëror. Më 22 gusht të vitit 1998, Artur Daja kundërpërgjigjet duke i bërë prit Alfred Shkurtit në Sulzotaj afër Divjakës. Shkurti plagoset, por arrin t'i bëj ballë pritës dhe për shkakun se në vendngjarje mbritën forcat e ndërhyrjes së shpejtë nga Berati. Gjithsesi, Alfred Shkurti nis të ketë me tepër sukses në gjahun ndaj kundërshtarit të tij, duke e mbërritur Artur Dajën më 21 tetor 1998. Sipas disa dëshmive, Artur Daja ju dorëzua Alfred Shkurtit i vrarë nga miqtë e vet, ndërkohë që banda shfrytëzoi momentin të bënte shfaqje nëpër qytet duke luajtur futboll me kokën e tij. Pikërisht kjo ngjarje makabre vendosi përfundimisht dominimin e bandës së Alfred Shkurtit në qytetin e terrorizuar të Lushnjës. Banda e Lushnjës u godit nga shteti në fillim të vitit 2000, gjatë periudhës kur ministri i rendit ishte Spartak Poçi. Aksioni rezultoi i dekonspiruar nga fillimi në fund. Alfred Shkurti dhe një pjesë e bandës u larguan nga qyteti dhe vetëm disa elementë të dorës së dytë u kapën. Pak kohë më pas, Alfred Shkurti, duke u hequr si piktor, përdor lidhjen e shkrimtarëve dhe artistëve për të marrë një vizë italiane me identitetin fals Aldo Bare, një pseudonim që më vonë do të kalonte edhe përdorimin e emrit real. Por me gjithë largimin e kreut të saj, banda vjoi aktivitetin në Lushnjë, madje duke guxuar të shenjestronte edhe njerëzit e shtetit. Më 25 shkurt 2000, antarët e bandës qellojnë me breshëri armësh në afërsi të pikës turistike Blerimi, shefin e komisariatit të Lushnjës, Sinan Meta. Më 25 mars 2000, banda tenton akt terrorist në stadiumin e qytetit. Fatmirësisht, eksplozivi identifikohet në kohë nga policia, që neutralizon një sasi prej 5 kilogramësh e aftë të shkaktonte një katastrofë. Më 14 prill të vitit 2000, banda vret sipas një skene mafioze Klenti Banon, një agent të guximshëm të policisë antikrim të Lushnjës. Nga ana tjetër, për shkak të bërgjëtësisë organeve të drejtësisë, çështja gjyqësore në ngarkim të bandës ka tandiset kokoshi një thel. Një vit pas largimit nga Shqipëria, Alfred Shkurti dënohet me burgim të përjetshëm në mungesë nga gjykata e Elbasanit, porse gjykata e apelit e ul dënimin vetëm me 7 vjet burg. Ndërkohë, 9 anëtar të tjerë të bandës, 2 prej të cilëve në mungesë u dënuan nga 1 deri në 25 vjet burg. Por Alfred Shkurti nuk ndalet në goditjen e njerëzve të shtetit. Në vitin 2001, banda vendos eksploziv në banesën e inspektorit të policisë Idris Shuli. Në vitin 2003, policia arrin të godas një pjesë të grupit, duke kapur mes të tjerëve edhe Dritan Vilën, një vrasës me pagesë, i cili funksiononte si me telekomand. Sa duket edhe për të shkak në vitin 2005, aksionet e bandës intensifikohen. Vritet Klodian Haxhiu, vendoset eksploziv në një apartament në rrugën Don Bosco në Tiranë. Eliminohet Baki Taulau, vendoset eksploziv në makinën e oficerit të lartë të policisë Xhavid Shala. Fati Alfred Shkurtit vendoset pas fitores në vitin 2005 të zgjedhjeve nga Partia Demokratike dhe pas një bashkëpunimi me policinë e një shteti të zhvilluar të Europës. Ai u kap në Stamboll të Turqisë më 25 mars të vitit 2006 dhe u ekstradua më 25 nëntor 2009. Pamja e tij në aeroportin e Rinasit, mes policëve të Renes, nuk ishte asnjë lidhje me atë mitin e frikshëm të krijuar në vite. Prokuroria e krimeve të rënda formuloi ndaj Alfred Shkurtit një lumë akuzash, nisur me krim të organizatës kriminale, implikim në më tepër se 15 vrasje, rrëmbim personi, shkatërim prone, dhunim varësh, kryerje veprash në bashkëpunim me organizata kriminale të tjera. Më 25 mars 2011, gjykata e krimeve të rënda dha vendimin burg për jetë për Alfred Shkurtin, cilësuar si kreu i bandës së Lushnjës.
Në shkurt 2017, gjykata kushtetuese shfuqizoi dënimin e tij me burg për jetë, duke dërguar çështjen për rishqyrtim në gjykatën e lartë. 5 vite më pas, më 23 dhjetor 2022, gjykata e lartë e la në fuqi vendimin burg të përjetshëm për Alfred Shkurtin, kreun e bandës së Lushnjës, i cili dikur guxoi më shumë se të tjerët të ngrinte dorën dhe të sfidonte shtetin.